Disa vite pas pushtimit të Irakut, janë bërë disa analiza mbi ligjshmërinë e okupimit të këtij vendi nga SBA-ja në vitin 2003, ndërsa një raport mbi luftën në Irak ka zbërthyer rolin e ish-kryeministit britanik Tony Blair në këtë luftë. Chilcot Report ka bërë një përshkrim të detajuar situatës të vitit 2003, kur edhe nisi lufta në Irak. Sipas këtij raporti, Tony Blair i pati thënë president amerikan Bush që 2 vjet para se të niste lufta, të bënin një sulm të tillë. Lufto tani, shpjegimet jepi më vonë. Kështu i pati thënë Blair presidentit Bush. Chilcot Report kritikon Blairin mbi vendimin e tij për nisur një luftë në Irak, duke deklaruar se ende nuk ishin shterur negociatat diplomatike kur nisi lufta. Lufta nuk ishte mundësia e fundit, por Blairi vendosi kështu, citon raporti. Raporti më tej thotë se Blair nuk ishte i përgatitur për pasojat e luftës, pavarësisht paralajmërimeve që i bën disa ekspertë. Emailët sekrete mes Blairit dhe Bushit u publikuan dhe në një prej tyre Blairi shkruan te Bushit: "Vepro tani dhe justifikohu më vonë."